Gjurmët e mafias italo-amerikane në dërgesën më të madhe të kokainës nga Kili drejt Shëbas, 3 anëtar të mafias shqiptare, njëri prej tyre i lidhur me familjen Gambino, pranuan se kishin tentuar të korruptonin një antar jurie në gjyqin kundër Goran Gogic, avokati i të cilit është nipi i njërit prej krerëve të njëjtit klan me origjinë italiane. 2 javë më parë, i fundit nga 3 personat e akuzuar në një plan për të korruptuar një juri në çështjen që lidhet me sekuestrimin më të madh të kokainës, të kapur ndonjëherë në SBA, droge dërguar nga Kili, përfundoi duke pranuar fajësinë dhe duke kërkuar ulje të dënimit të mundshëm që do të marrë, duke nxjerrë gjithashtu në pa përfshirjen e mafias italo-amerikane në këtë rast, ku të implikuarit kryesor i përkasin mafias shqiptare, siç ka raportuar El Mostrador në vitin 2019, DEA, Agjencia kundër drogës e Shteteve të Bashkuara, sekuestroi 18 ton klorhidrat kokaine që ndodheshin në magazinat e anijes MSC Gajan, e cila ishte nisur nga Kili. Ish boksieri nga Malizi, Goran Gogic, konsiderohet si lideri i grupit të narkotikëve dhe përveç dërgesës në fjalë, akuzohet edhe si truri pas një dërgese të mëparshme prej afro 1.5 ton të së njëjtës drogë në portin e MSC Carlota, e cila ishte nisur nga San Antonio dhe u bastis në portin e New Yorkut, si edhe për një gjysmë toni tjetër të gjetur në MSC Desire, gjithashtu të sekuestruar në Philadelphia, tonse kjo anije ishte nisur nga Barranquilla, Kolumbi. Gogic, i lidhur me mafian shqiptare, u arrestua më 30 tetor 2022 në aeroportin e Miamit nga agjentë të sigurisë së brendshme dhe doganave, të cilët konstatuan se malazezi vetëm që flet anglisht, por edhe spanjisht në mënyrë të përsosur. Pasi u komunikuan akuzat, e vetmja gjë që tha ishte: "Unë nuk jam ndonjë figurë e madhe", duke lënë të kuptojë se kishte njerëz më të rëndësishëm se ai dhe duke shtuar se ishte i gatshëm të bashkëpunonte nëse e linin të kthehej në Gjermani, ku jetonte prej vitesh dhe ku zhvilloi edhe një pjesë të mirë të karrierës si boksier. Natyrisht kjo nuk u pranua dhe si arrestuari ashtu edhe iPhone-i i tij, i cili u sekuestrua në vend, u dërgua në New York. Telefoni ishte pikërisht një nga arsyet e zvarritjes së çështjes, sepse DEA gjeti në të 2 llogari të SkyCC, një aplikacion i diskutueshëm mesazhesh që përdorej vetëm nga kriminal, por duke qenë se një pjesë e madhe e provave të përdorura për të identifikuar Gogic vinte nga një hetim i zhvilluar në Francë dhe Belgjik në vitin 2021, pikërisht kundër rrjeteve të SkyCC, avokati i ish sportistit filloi të pretendonte se provat e marra në Evropë ishin të palikshme, ashtu si edhe përmbajtja e telefonit. Ky avokat është Joseph Corozzo Jr., nipi i njërit prej liderëve historik më të rëndësishëm të familjes Gambino, një nga 5 familjet mafioze me origjinë italiane në New York. Vlen të theksohet se mafiat italiane dhe shqiptare janë sot praktikisht kontrollueset kryesore të trafikut të kokainës në nivel botror. Meqense strategjia lindore nuk funksionoi, mafia italo-amerikane tentoi të përdorte metodat e saj më tradicionale për të shpëtuar Goran Gogic. Kështu, në nëntor të vitit të kaluar, pasi u përzgjodhi juria për gjyqin që ai duhet të përballej në fund të atij viti, 3 persona ju afruan juristit numër 1, siç identifikohet viktima në dokumentet gjyqësore. Ata interceptuan në State Island në New York dhe i ofruan $100,000 cash, rreth 90 milion pesos, në këmbim të votës për pafajësinë e Gogic, pasi të përfundonte gjyqi. Bëhet fjalë për Afrim Kupën, një shqiptar 53 vjeçar me banim në Staten Island, kosovari Valmir Krasniqi, 35 vjeç, dhe Mustafa Fteja, 54 vjeç, gjithashtu shqiptar. Të paktën 2 të parët janë antar aktiv të mafias shqiptare dhe Kupa, sipas NBC, është i lidhur edhe me familjen Gambino, të cilën e furnizon me drogë. Ai ka vuajtur disa dënime për trafik narkotikësh dhe gjithashtu për grabitje bankash. Kur u arrestuan, autoritetet gjetën në posedim të tyre të gjitha informacionet lidhur me identitetin dhe adresën e antarit të juris, të dhëna që supozohet të ishin sekrete, si edhe një fotografi të viktimës. Për shkak se përballen me një dënim që mund të arrijë deri në 20 vite burg për pengim të drejtësisë, në shkurt dhe mars të këtij viti, Fteja dhe Krasniqi pranuan përgjegjësinë dhe kërkuan mëshirë nga gjykata. Tani në maj, të njëjtën gjë bëri edhe Kupa. Lidhur me këtë, prokurori i distriktit lindor të New Yorkut, Joseph Nosella, deklaroi se këta të pandehur pranuan se penguan drejtësi në Brooklyn, duke tentuar të korruptonin një jurist, që është një goditje në zemër të sistemit ligjor. Ndërkohë, gjyqi kundër Gogic vazhdon të mbetet i pezulluar në pritje të zbatimit të masave më të rrepta për ruajtjen e anonimatit dhe sigurisë së juristëve. Duhet theksuar se sipas hetimit të kryer nga Gogic dhe bazuar në dëshmitë e ekuipazhit të anijes MSC Gajan, anija u ngarkua me kokainë pasi ishte nisur në det përmes skafeve të shpejta që i afroheshin dhe dorëzonin drogën. Përveç kësaj, ekzistojnë hetime për dërgesa droge të organizuara nga Gogic dhe sekuestruara në Peru, Panama dhe Holand. Gjithashtu kujtohet se në një intervistë të fundit për këtë media, prokurori rajonali Antofagastës, Juan Castro Becchios, shpjegoi se vetëm gjatë vitit 2024 në portet të ndryshme europiane u sekuestruan 4.5 ton kokainë të dërguara nga portet e asaj zone.
Kjo tregon se pavarësisht asaj që ndodhi në vitin 2019 me Gajan, Kili vazhdon të përdoret si piknisje për drogë me pastërti të lartë drejt tregjeve të tjera. Familja Gambino arriti të bëjë organizata kriminale më e madhe dhe më e fuqishme në SBA gjatë viteve 70-80, por humbi ndikimin pas burgosjes së liderit të saj, John Gotti, në vitin 90, pas 3 gjyqeve të mëparshme në të cilat ishte shpallur i pafajshëm, pikërisht fal friksimit dhe ose korrupsionit të jurive. Ai u dënua më në fund për 5 vrasje dhe një seri krimesh të tjera, duke marrë burgim të përjetshëm, vdiq nga kanceri në vitin 2002. Sot Gambino mbajt një profil më të ulët krahasuar me kohën e Gottit, një person shumë llafazan që madje jepte deklarata për shtyp, ashtu si edhe familjet e tjera mafioze, Genovese, Lucchese, Bonanno dhe Colombo, por ato vazhdojnë të jenë të përfshira në trafik droge, prostitucion dhe lojra të palikshme.